9 geste të vogla për të treguar dashurinë pa fjalë. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Dashuria është një ndjenjë e mrekullueshme, por shpesh fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur atë që ndjejmë vërtet. Një poezi, një këngë apo një deklaratë e madhe dashurie mund të jenë të bukura, por ndonjëherë gjestet e vogla flasin më shumë se çdo fjalë. Më poshtë do të gjeni 9 mënyra të thjeshta, por kuptimplota për të treguar dashurinë tuaj për partnerin, duke forcuar lidhjen tuaj dhe duke e bërë atë të ndihet vërtet i veçantë. 1. Jepi kohë për të pushuar pas një dite të ngarkuar. Jeta është e ngjeshur dhe të gjithëve na nevojitet një moment qetësie pas një dite të gjallë. Disa njerëz mund të kalojnë orë të tëra duke punuar, duke bashkëvepruar me kolegët dhe ende të kenë energji për të gatuar apo për të bërë plane për mbrëmjen. Por për të tjerët, një ditë e tillë mund të jetë raskapitse. Nëse partneri yt kthehet në shtëpi i lodhur dhe nuk ka dëshirë të merret me pastrimin e shtëpisë apo të diskutojë tema të ndërlikuara, mos e merr personale. Lëre të pushoj, qoftë duke lexuar një libër, duke parë një serial apo thjesht duke qëndruar vetëm për pak kohë. Për shembull, imagjino partnerin tënd që kthehet nga një ditë gjatë pune dhe gjithçka që dëshiron është të ulet në divan me një filxhan çaj. Në vend që të insistosh për të bërë diçka bashkë menjëherë, jepi atë hapësirë. Ndërkohë, ti mund të shfrytëzosh kohën për të bërë diçka që të pëlqen, të mësosh një recetë të re, të meditosh apo të fillosh atë kurs online që ke dashur gjithmonë. Kjo jo vetëm që i jep partnerit kohë për të u rikarikuar, por edhe tregon që ti e respekton nevojën e tij për hapësirë, duke shmangur keqkuptimet dhe duke forcuar lidhjen tuaj. 2. Dëgjo me vëmendje dhe lexo mes rreshtave. Të dëgjosh është një nga aftësitë më të rëndësishme në një lidhje. Ndonjëherë partneri yt mund të flasë për diçka që ty nuk të intereson shumë, ndoshta për një koleg të ri në punë ose për një fustan që bleu, por që nuk di kur do ta vesh. Edhe nëse tema nuk të duket tërheqëse, mos e ndërprit dhe mos e injoro. Të qenit një dëgjues i mirë do të thotë të tregosh interes të vërtetë dhe të kuptosh çfarë po ndodh në botën e tyre emocionale. Për shembull, nëse e dashura jote kalon 10 minuta duke të treguar për një palë këpucë të reja, por shton me një ton melankolik se nuk ka ku t'i vesh, ajo mund të jetë duke të dhënë një sinjal. Ndoshta po shpreson që ti të propozosh një dalje romantike ose një mbrëmje speciale. Mëso të lexosh mes rreshtave dhe të kuptosh nevojat e saj të vërteta. Kjo tregon që ti jo vetëm e dëgjon, por edhe e vlerëson dhe kujdesesh për të. 3. Lëre të kaloj kohë me miq. Dashuria nuk do të thotë të zotërosh dikë. Edhe nëse jeni të fejuar apo planifikoni një të ardhme bashkë, partneri yt ka të drejtë të kalojë kohë me miqtë e tij dhe të bëjë gjëra pa ty. Përpjekja për ta kontrolluar ose për ta mbajtur vetëm për vete mund të dëmtojë lidhjen tuaj. Të gjithëve na nevojitet hapësirë për të kultivuar miqësitë dhe për të mbajtur një jetë sociale të shëndetshme. Nëse i dashuri yt dëshiron të shikojë një ndeshje futbolli me shokët, lëre të shkojë dhe të argëtohet. Ti mund të shfrytëzosh atë kohë për të dalë me miqtë e tu, për të organizuar një mbrëmje vajzash ose për të bërë diçka që të pëlqen. Kur të kthehet, do të keni më shumë gjëra për të ndarë dhe energji të re për të kaluar kohë bashkë. Kjo hapësirë e shëndetshme forcon lidhjen dhe e bën atë më të qëndrueshme. 4. Interesohu për gjërat që i pëlqejnë. Gjërat e vogla mund të kenë një ndikim të madh. Të kujtosh ëmbëlsirën e preferuar të partnerit, frutat që i pëlqen apo të lash enet pa ia kërkuar, janë gjeste që tregojnë kujdes dhe vëmendje. Për shembull, nëse e di që partnerit tënd i pëlqen çokolata e zezë, blije një të tillë herën tjetër që shkon në dyqan. Ose, nëse ajo ka një ndeshje të rëndësishme sportive në televizor, ndeze televizorin dhe shikoje bashkë, edhe nëse nuk je tifoz i madh. Këto veprime të vogla tregojnë se ti e vlerëson atë dhe i kushton rëndësi detajeve të vogla që e bëjnë të lumtur. Kur ke bërë për herë të fundit diçka të tillë për partnerin tënd, nëse ka kaluar ca kohë, provo ta bësh sonte, mund të jetë aq e thjeshtë sa të gatuash pjatën e tij të preferuar. 5. Ëndërroni dhe planifikoni bashkë. Të ëndërrosh bashkë për të ardhmen është një nga mënyrat më të bukura për të treguar dashuri dhe përkushtim. Ndoshta partneri yt flet për një udhëtim në plazh ose për një aventurë në një vend egzotik. Në vend që ta ndalosh apo të thuash, nuk kemi mundësi tani, bashkohu në ëndrrën e tij. Flisni për detaje, ku do të shkonit, çfarë do të bënit, çfarë do të vishni. Nëse nuk mund të udhëtoni menjëherë, krijoni atmosferën në shtëpi. Vendosni muzikë tropikale, bëni një koktejl dhe imagjinoni sikur jeni në një ishull. Këto momente të çmendura dhe argëtuese krijojnë kujtime të paharrueshme dhe tregojnë se jeni një ekip që mund të ëndërrojë dhe të planifikojë të ardhmen bashkë. 6. Bëj komplimente të sinqerta. Komplimentet janë një mënyrë e thjeshtë, por e fuqishme për të treguar dashuri. Dhe jo, nuk janë vetëm vajzat që i pëlqejnë ato. Edhe djemt ndihen mirë kur u thua se duken bukur ose që këmisha e tyre u ri shkëlqyeshëm. Një shënim i vogël si buzëqeshja jote më bën të lumtur, i lënë në një vend ku do ta shoh patjetër, mund ta bëj ditën e partnerit tënd shumë më të bukur. Për shembull, thuaj të dashurit tënd që duket fantastik me xhaketën e re, ose të dashurës sate që fustani i saj i ri është i mrekullueshëm.
Këto fjalë të vogla forcojnë vetbesimin e tyre dhe tregojnë që ti vëren dhe i vlerëson. 7. Respekto pavarësinë. Një lidhje e shëndetshme bazohet në respektin për pavarësinë e tjetrit. Edhe nëse mendon se e di çfarë është më e mira për partnerin tënd, lëre të marrë vendimet e veta. Ndoshta ai zgjedh një këmishë që ty nuk të pëlqen, ose po përpiqet të rregullojë diçka në shtëpi dhe ti mendon se po e bën gabim. Rezistoj tundimit për të ndërhyrë. Lëre të provojë dhe të ndihet i aftë. Për shembull, nëse ai dëshiron të jetë burri i shtëpisë dhe të rregullojë një raft, mos i thuaj do ta prishësh. Besoj dhe lëre të ndihet i vlerësuar. Kjo tregon që ti e respekton atë si individ dhe forcon lidhjen tuaj. 8. Gatuani darkën bashkë. Gatimi bashkë është një aktivitet i mrekullueshëm që jo vetëm ju afron, por edhe ju ndihmon të ndërtoni një ekip. Zgjidhni një recetë të re, shkoni në supermarket për të blerë përbërësit dhe punoni si ekip për të përgatitur një vakt të shijshëm. Ndani detyrat, njëri mund të presë perimet, tjetri të përgatisë salcën. Për shembull, provoni të gatuani një pjatë të re si një picë shtëpiake ose një desert të veçantë. Procesi i gatimit, qeshjet dhe ndihma reciproke krijojnë momente të bukura dhe ju bëjnë të ndiheni më të lidhur. Plus, është një shije e asaj se si do të jetë të ndani përgjegjësitë në jetën e përbashkët. 9. Pranoni të metat e njëri tjetrit. Askush nuk është i përsosur. Ndoshta ajo harron të shtojë krip në supë ose ai lë peshirin e lagur mbi krevat. Në vend që të fokusohesh te këto të meta të vogla, mëso t'i pranosh dhe t'i duash ashtu siç janë. Të jetosh me dikët do të thotë të mësosh të jetosh me të metat e tij, dhe kjo është ajo që e bën një lidhje të fortë dhe të qëndrueshme. Për shembull, nëse partneri yt ka zakon të lërë enët në lavaman, provo të qeshësh me të dhe të ndihmosh në vend që të ankohesh. Kjo qasje pozitive jo vetëm që shmang konfliktet, por edhe tregon që ti e do atë për atë që është, me gjithë të metat. Përfundim. Dashuria ndërtohet nga gjestet e vogla, ato që tregojnë kujdes, respekt dhe përkushtim. Provoni këto 9 ide dhe shikoni se si lidhja juaj bëhet edhe më e fortë. Nga dëgjimi me vëmendje te gatimi bashk, çdo gjest i vogël është një hap drejt një dashurie më të thellë dhe më të qëndrueshme. Çfarë prisni? Bëni diçka të veçantë për partnerin tuaj sot.